E dëgjove të çfarë thash unë dje? E dëgjova sot e kam lexuar atë. Po për çfarë bëj fjalë ishte rasti i Ramës, na ka dëgjuar Rama. Nëse vëm, nuk e Po sa herë të kam thënë unë që ai na dëgjon brenda sekondës. Ne kemi pasur raste që edhe pa i transmetuar na ka dëgjuar. Po jo vetëm atë, po çfarë tash unë tjetër, që ai mundohet të përshtasin çdo gjë me atë që them unë dhe jo vetëm ai. Pyetja ime është në gjithë jo vetëm ai, po ata. E vërtet. Pyetja ime është jo vetëm të rast, por edhe në rastet e tjera që ne edhe e cekëm rastin e kemi thënë për rastin e Arben Ahmetit që i ka përdorur këto. Çfarë do të gjë? Ose edhe pushtetarit e tjerë. Të gjithë. Berisha e tjerë, të gjithë. Çfarë duhet bëjmë ne tani që ta zgjidhim këtë pjesë, që ndoshta ne në mënyrë indirekte po i shërbejmë tyre. Jo, ata po na shërbejnë ne, këtë s'kupton ti. Na e thuj pra këtë, mos e arrin ta kuptoj. Nuk kuptohet ajo që duam të bëjmë neve në momentin e dhenë, do të kuptohet nga rezultati që do marrim. Mbaj mend këtë që po them unë. Në tërësi, në përgjithësi thua, po në rastin konkret, rastin e Ramës, për shembull që ne ti e thua dhe që t'ia themi edhe për njerëzit. Për çfarë bëhet fjalë që ne kemi folur dhe Rama ka reaguar fiks pas asaj që ne kemi thënë. Ndoshta për gjithë ata që na kanë ndjekur për ta rikujtuar dhe që kemi biseduar me dy fjalë ne do ta themi kështu. Tani për tani, siç ti e ke përmendur disa herë që Berisha po merr hov. Dhe nga se po merr hov, sepse një Amerikan pranë zotit Trump ka ardhur këtu dhe do të na beka atë fushatën ku pa tjetër zoti Berisha duhet të fitoj. Apo jo? Po, ashtu. Natyrisht edhe Rama e ndjen këtë. E ndjen që prezenca e tij e rrezikon. Do më thënë e rrezikon në një farë mënyre ajo prirja e popullit për të besuar se ata që janë me zotin Trump do fitojnë. Dhe lëvizja e zotit Rama qa qëllimi ka? Lëvizja cila është konkretisht çfarë lëvizje ka bërë? Vajtja në Izrael. Vajtja në Izrael. Kjo është komentuar shumë edhe nga shqiptarët, dhe shumë shqiptarë për qa qëllimi ka? Ç'a qëllimi ka? Atëre, vajtja në Izrael, pritja nga izraelitët me madhështi, dekorimi i tij është direkt një sinjal për t'i thënë zotit Trump që njeriu ynë është ky. Pra, izraelitasit po ja shesin Trumpit dhe shqiptarëve që ky është njeriu jon. Që ky është njeriu jon, ky duhet fitoj. E kuptove tani? E kuptova, po shqiptarët nuk e kanë prit mirë këtë. Se duhet të themi edhe këtë se qa... Jo, shqiptarët, unë nuk e kam pritur mirë, unë. Okej, shqiptarët... Unë e shohë dhe se qa përshohë në rrjetë që përshpërthejnë. Po, pra, dhe kanë 1 milion të drejt të thonë, të qire, të përtasin, po me shumë vonesa, ma shdo gjë e ben me vones. Se keni të drejt ju që duhet shpërthejni dhe pse kanë shqiptarët? Ta marrë me ty njerë, pas ta me shqiptarët. Atere, në ratë të parë njerë, po ta marim nga ana protokollare, këto vezitat këshuru fe janë të padëshërushme. E kupton? Pse? Kryeministri nuk bën lëvizjen që troket e fqinja tjera, hajde pimra një kafe bashkë. Para se të kalim kjo, ka qenë me plan të Edi Ramës, vizitat apo me plan të atyre? E përbashkët. Okej. Që Rama e përfiton nga kjo. Dhe gjithmonë është e përbashkët. Zoti Rama nuk po bën gjë tjetër, vese po përfiton nga dobësia e tyre. Në favorin e tij për të qëndruar në pushtet. Izraeli është një shtet nazistësh. Dhe jo e kundërta palestinezët që nga nazistë. Rrezik për gjithë botën, te me thonë. Ata janë rrezik për gjithë botën, janë për Europën, për Amerikën, për të tëra vendet e rajonit. Ata futin undut kudo. Dhe ajo që ka deklaruar Rama është turpi përbindshëm. Ne jemi populli më i vuajtur i Europës, më i shtypuri, i masakruar nga turqit, nga italianët, nga gjermanët, nga mëthe, nga të thash. Tash i si guxon ky njeri që të shkoj atje dhe të deklaroj që vrasësi na qenë ka viktima. Ata kanë vrarë 50.000 palestinez të tërë të pafajshëm, të paktën 30.000 gra dhe fëmijë. Se po të vriste luftëtarët e Hamasit do ishte tjetër histori. Po ti nuk mund të shfarosësh një popull të tërë. Ore, spitale, shkolla, ndërtesa, banimi të tëra, ata herë pas here i futen lagjeve të tëra me tanke i rafshojnë. Dhe kjo nuk është histori që ka filluar vjetë. Kanë 50 vjetë që bëjnë atë punë. Kjo të regon që gjitha që janë në krye të vendeve janë bashkë. Pra e keqja është që po mbizotron. Ta kam thënë gjithmonë. Jo, ta kam thënë unë. Sot mbisundon mafia politike. Po. Qa do ti?
Po shqiptarët, po pse pyetje për shqiptarët tani? Pse janë vonë që kanë reaguar dhe pse kanë reaguar? Sepse unë kam të paktën 15 vjet që ata më shikojnë e më dëgjojnë për ditë mua këtu. Pra, kjo ka dhënë edhe impaktin e vet. Ata kanë një njeri të prekshëm, me fakte të prekshme, me dokumenta, me prova. Unë për ditë jam në prokurori, unë dhunohem për ditë nga prokuroria, nga gjykatat si që shikoni juve, dhe ata zbzajnë. Pastaj na kujtojnë që zoti Rama na pas ka vajtu në Izrael. Po qa prisni tjetër juve? Tani, Rama ka shkuar në Izrael vetëm për shkak të asaj se çka ne deklaruam në intervistën e fundit. Apo jo, për ta përmbledhur tani të gjithë këtë. Pikërisht prandaj. Pikërisht për këtë. Tani cili është hapi? Unë sa herë të kam thënë unë. Cili është hapi, kjo është hapi i madh i Ramës. Edhe një herë, jo. Nuk është i madh? Pritë thash, të thash pritun. Bile unë nuk bëra mirë që e zbulova arsyen dhe ti më detyrove ta zbuloj. Erdhi natyrshëm le ta themi. Po, natyrisht, po ti je i sigurt që kur të kam folur për artet marciale dhe të kam thënë nuk është më i mirë tai chi, nuk është më e mirë kung fu, nuk është më e mirë sambo, nuk është fiton ai që di ti përshtatet kundërshtarit në një lëvizje akoma më të zgjuar e më të fortë. Edhe zonjat janë dakord apo jo? Do t'i pyesim zonjat. Do t'i pyesim zonjat. Që shqiptarët do fitojnë kundrejt pushtetit që ka uzurpuar Shqipërinë dhe shqiptarët. Angel, përshëndes, të falenderoj shumë. Ti je mirë.